Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka bërë bilancin e 100 ditëve të fundit që ka kaluar në qeli në raport me punën si kryebashkiak edhe pse nga largësia. Me anë të një postimi në Facebook, Veliaj thekson se burgosja e tij është pas një justifikim të arsyeshëm. Ai thotë se është duke u penguar që të kryejë detyrat e tij si kryetar i Bashkisë Tiranë. Shumë të dashur miq, sot bëhen 100 ditë nga burgimi im pas një justifikim të arsyeshëm. Ndalimi im i padrejtë dhe arbitrar vazhdon, megjithse nuk jam akuzuar për asnjë vepër penale. Si pasojë po pengohem forcërisht nga ushtrimi i detyrave të mia si kryetar i zgjedhur me votë masive 3 herë i Bashkisë së Tiranës. Vazhdimi i këtij paraburgimi nuk përbën vetëm një sulm ndaj meje dhe familjes sime, por është edhe një ndërhyrje pa nevojshme dhe jo proporcionale në përmbushjen e detyrave publike që më janë besuar nga qytetarët e Tiranës. Pavarësisht burgimit, mbetëm i papërkulur, çdo ditë që kalon ma forcon edhe më shumë vendosmërinë. Angazhimi im ndaj Tiranës, ndaj jush, ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të ardhmes së Shqipërisë mbetet i palëkundur. Do të vazhdoj të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin tim, në mënyrë që të vazhdoj të shërbej qytetit tonë të mrekullueshëm si kryebashkiaku juaj, me mall dhe dashuri për secilin prej jush, përfundon reagimin e tij kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili u vu në pranga më datë 10 shkurt të këtij viti, si dyshuar për kryerjen e veprës penale atë të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim 9 herë, si edhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.